Bebe Rexha ka ndezur sërish rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në Instagram me disa foto provokuese që pasqyrojnë një periudhë të re në jetën dhe stilin e saj artistik. Këngëtarja me origjinë shqiptare, e njohur për guximin dhe individualitetin në çdo paraqitje, ka zgjedhur të eksperimentojë me një lok krejtësisht ndryshe. Flok roz të gjata që derdhen si një vale butë mbi supe, duke i dhënë një pamje moderne, energjike dhe njëherësh misterioze. Në fotot e fundit, Bebe shfaqet e shtrirë në shtrat, në një atmosferë intime dhe artistike, ku çdo detaj duket i menduar me kujdes për të nxjerrë në pa anën e saj më të sigurt dhe më të guximshme. Një shikim i thellë i përhumbur, një dritë e zbehtë që luan me ngjyrat e flokëve. Gjithçka bashkohet për të krijuar një imazh që frymon sensualitet dhe forcë femërore. Por përtej estetikës, kjo periudhë për Bebe Rexhën duket të jetë një etapë e transformimit krijues. Artistja po punon intensivisht për albumin e saj të katërt, një projekt që fansat e presin me padurim dhe që pritet të shënojë një tjetër hap të rëndësishëm në karrierën e saj ndërkombëtare. Edhe pse ende nuk është bërë publike data e lançimit, pritshmëritë janë të larta. Pas suksesit të albumeve të mëparshme, admiruesit e saj janë të bindur se Bebe do të vijë me diçka të re, të guximshme dhe me vulën e saj karakteristike. Në këtë fazë të re, këngëtarja duket më e lirë, më e hapur dhe më e sigurt se kur më parë. Një grua që nuk ka frikë të tregojë të gjitha ngjyrat e shpirtit të saj, ashtu siç eksperimenton me ngjyrat e flokëve dhe muzikës që e bën të papërsëritshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.